mua atë natë së në rristim i gjunë, mja 5 pluma. Edhe nuk ish mundësia as me vrapu, as me ra për tokë. Kisha motrën gra. Edhe të nga gjujnë forcat serbe me M84. S'di si ju më ra prej kalit në tokë, pa rëcu motrën. Nuk di, zotit ta fëqin se jo si isha i fëqishem, kështu si person. Edhe ku më ra në kom, pak ngujë dhe motrën e pështova, para më vra. Kjo nona më thëtë, e lumja nona që të pas ka ty, tha se unë e djalin e pata, 25 vjeqar me re, edhe ai vazhdoj edhe mle. Në ato momente, besën Zotin, dola prej vetë vetës e lypsha ku është, në turm, edhe thash, t'jaloni shenjë në kubile ta man për nonën e vetë, ta njetin ta kujtan. Motra ishe paralizume është, mas me he. Ajo si fmi, në moshën, thëja ti 2-3 muaj ndeq në atë kohë. Ja kanë dhonë gabimisht injekcionet e ishna që në konë 3 për 3 muaj, ja kanë dhonë 3 për 3 ditë edhe ajo paralizu komplet. Edhe i thamë vlajt, merë motrën, nonën, edhe vlajnë edhe nisi edhe këta plesht. Disa erdhen, për disa nuk erdhen. E 2-3 familje plesht nuk erdhen. Nisë është për Shqipni. Thash po motrën në malon, thash, ku të shkysh në shtab, të nitajt, thash ma len motrën, një familje që kisha si stërni, pash ma len familje ty në thash lema motrën. Thash të nisu me tha. Edhe më shku, më vendos, më shku të zavens komandante mos ma loki. Edhe më vendos, thash, prej të ranocit i vendosim pika në fshatin slop. E ishim dëzëm si djemë, se neve në këshim vra 2 shok, ish plagos Valmir Rukaj, ish plagos Kadri Ala, aj djalli që e la familjen në kamionet, gruët fëmijë dhe erdhë me mu në luft. Edhe ish situata e zëmt, aj periud. Nuk disha qysh mi thonë mos mi lyp leje, ose mi lyp mi thonë e kom hallin kështu. E i thash, mos, thash, unë du me të kërku leje për 2 ditë, se kom rast. I thash, motra është të paralizume, dhe do të me qu. Tha, bashkim tonë da dim rastin. Tha, këtu nga na ikin djemë, tha, pasi arsytim. Vesh ku po e dim që sa mo. Ti tha me shku, edhe ato familjen edhe këta. E boni një burni ose atë hierarkin që kishë ushtarake, tha ti me shku, tha, edhe me ta thonë, tha, mi lotin me veti. Shkoj në vaksh, që ndohë në vaksh tash. Na ishim në konfrontim me shkije në Ranacë dhe në Slop, vaksh hapet një propagandë njëjtë, sikur në fshatin tam Slop, Jonik Shqiponjat e Zeza dhe komplet fshatartë me gjithë Nasër Shatrin për Shqipëri. Është Nasër Shatri qarë si komandanti regionit Vokshit. E marë motrën, ish muziki, para muzikit mbramjes, nisëm. Është një pjesë, kur delë shpri fshatit Vokshit i bashkangjitës Malev, që duhet mu kalu, po është shkiet ishin arën pikat ne, ku i kishim në përmi fshatin Voksh shumë afer. Edhe pa dit në ajës. Kisha motrën kra, mu në atë vanë u vragi ma zreki. A e vrami një plëmë, së ne për istet. Kurse mu atë natë së ne për istet mi gjunë, mja 5 pluma. Edhe nuk ish mundësia as me vrapu. As më ra për tokë, kisha motrën gra. Edhe do zoti pështaj. Kaloj, nisëm edhe shkojmë në gjotë, në Njasic. Flajat në Njasic, nesit me nëgjesë e marë motrën, milotin, nisëm. Kur nisëm me ecim një i gjysë orë i orë, vjen një traktor, me popullat për Jonikit edhe ata të nëzit bjeshve se
Shumica e fshatarëve të Junikit tash kishin marrë bjesht atje me gjetë si mburoj pështimi. Edhe hypin traktar, e nalë. Traktorin. Edhe në qitëm të në bjesh babaj. Aty i takoj familjarët. Dikunja 5-6 familjarë që edhe të Junikit, që ta zonë skufitarë aty që ishë. E takoj edhe nonën, edhe nuk ishë mundësia në atë kohë ishin, nuk ishë mundësia me ble pampersa, ose atë ishë mundësia me pelena, me lidhë fëmijët ose edhe rastin e motrës tanë, që ishë mas me, ajo 21 vjetë, unë 22. Edhe e ndra nona, me nëgjesi dikura 10-11 ditës, takoj është i ndjerë Gjëvarja e Lezi i Tropujës, vjen me 1-2 kualë, që i këshim për armatim, se fillun me bartë armatim me kuaj për i Shqipëni në Kosovë. Edhe e marrë një në kalli, edhe hypi unë me motrën e nisëm. Nisëm unë i pari në atë kalli hypën, mrapa në Gjëvajeri, të një fillon edhe popullata aty o nisë. Si dalë prej vjesh babaj, në gjitëm asaj gryke, si dalë një breg, edhe të në gjujnë forcat sërbe me M80 dhe kaqë. Së di si më ra prej kallit në tokë, pa arëzu motrën. Nuk di, zotit ta fëqin, se jo si isha i fëqishem, kështu si person. Edhe ku më ranë në kom, pak ngujë dhe motrën e pështova, para më vra. Edhe kthehem, bim në male, i marë popullatën, të një rëndë male, dalim bjesh babaj. Bjesh babaj, kish prapa të familje. I sistemojnë një ndostane, edhe presin dhe i sa të rohet. Ma herë dalim unë në Miluti dhe vëshkujmë të rinjë dhe në kufi. Edhe i thëmë vlajt, kur të rohet, nisi edhe e takoj vlajnë të njënë. Me këta kushërit që ishin nisë. Se vlaj ishë bashkanëgjit me ta. Qa ndodhë aty, në bjesh bove. Tash, pra mëndaj, këta kushërit ishin shumica, ishin të armatasë të najlojnë familjet. Ishin veçme në Miluti, 2-3 vetë armatasë. Ata mojnë rrugën për tjetër ka. Vlajnë e nale unë mësarë. Shkojmë bjesh babaj, ne bashkanëgjitën aty edhe disa familje. Numërën të 60 bohen. Se një pjesë në u këthynë, këto kur ramë prit, herën e parë, kur që i merë me veti s'kesh. Dalim na kontrollojmë pjesën në razogit për me pa ka forca serbe të vendosën, apo pa ata të herë në fillim luftë delëshin veç ditën. Natën nuk ishin qitë pika, që me thonë me ta botë pa mëndsh me kalimin. Edhe e marë motrën, kalojmë të cenishë, është një kru dalim anenaj në pjesën e Shqipërisë, i vendosim. Edhe më thëtë Miloti, thëtë bashkim, thëtë kanë me 2 plaka, 2 grana kanë me të anenaj. Kthehem, i lojmë motrën e familjen aty, lajnë, edhe kthehem mi marrë dhe atë ty. Kur kthehem, këta për e thamë për me ndërlidhë, me disa nxarët mija, fatit që unë pasë. Ishtë një plak rreth 70-ave dhe një gru 60, po ishën pesh koqa e ronë dhe me nxeckë. E marrën e këtë nonën, lokën e mërë Miloti dhe eci. Dhe për më pytë kjo lokja, tha, kjo nona, tha, nona, tha, për me të vetë diçka, ka e që më rrugë se ishin shtezit si të dhejës, të bjeshve, tha, shpo nona. Tha, falem se na u daleshim, se ishin veç në Miloti në uniformë zezë, se na i kishim uniformat e njësi speciale. I tham, po, urna, mësi që i djali që e pa të atë motrën e paralizumë, i thash po unë jam. Uratat e saj, prej asaj rrugët, dhe më thonë 1 orë që kishim me jesë me dalë pjesën e Shqipërisë.
kufirit, shqiptar. Urata që mi ka dhona ajo, edhe haki i motrës në atë gjeni që unë e marrë edhe qej për Shqipni, mu fillim e marim të lusë, mun i madhe Zot prej asë një plagesë, asë një prej tim, edhin plagën truptimin që gjatë për ju s'lufës. Kur dalë aty, me thonë drejten, isha edhe pak nervoz, edhe me situatën që kisha lënë në Kosovë dhe nuk isha vetë vetja. Kjo nona më thëtë, e lumja nona që të pas ka ty, tha se unë e djalin e pata, 25 vjeqar me re, edhe ai vazhdoj edhe m'le. Në ato momente besën Zotin, dola prej vetë vetës e lypsha ku është, në turm, edhe thash, t'jaloni shenjë në kubile ta man për nonën e vetë, ta njetin ta kujtan. Edhe ma në gjetë milotit të jenë regull bashkim të. E së ta marrë motën, vazhdojmë tash për Shqipëri. Vazhdojmë të natën, nesit me nëzjes një akdhin në Padesh, aty këshin dalë të bashkësisë ndërkombëtare, shoqatat që ishin ardhur, të nesërejt, me kamioneta dhe hypim ta dhe e qëj familjen.